e cila ka kryer masakra posaçërisht në Drenicë, por edhe gjithandej Kosovës. Andaj është domosdoshme që faktorët ndërkombëtar, siç e ngrisim ne çdo herë në diskutim me ta. Në radhë të parë fal për kushtimit të segmentit të sigurisë. Më saktësisht përfshi rastin e njohur si grupi intelektualëve, pra 23 bashkëtarë tanë, kryesisht nga komuna Mitrovicës dhe Skanderaj. Andaj, më shumë se kur të tjetër, në momente se ky, faktorët ndërkombëtar duhet ta shtojnë trysninë ndaj fqinjit tonë verior, që të zbatoj deklaratën për personat e zhdukur me dhunë, të dakorduar në Bruksel me 2 maj 2023, duke hapur dhe vënë në dispozicion arkivat shtetërore që mund të çojnë në zbardhjen e fatit të pagjetur. Dojmës më duhet ta përsëris thirrjen për hapjen e arkivit të brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave, e cila ka kryer masakra posaçërisht në Drenicë, por edhe gjithandej Kosovës, dhe dosja e së cilës para 12 vjetësh është klasifikuar për 30 vjet. Pra, ajo mbetet e klasifikuar edhe 18 vjet të tjera. Familjet që kanë pritur 27 dhe 28 vjet nuk mund të dënohen me pritje, ankth e dhimbje edhe për 18 vjet të tjera. Andaj trysnia ndërkombëtare është jetike në këtë proces. Dosjet e arkivuara dhe të klasifikuara të brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave duhet të hapen tash nga shteti i Serbisë, pra si vjet në vitin 2026 e jo në vitin 2024. E kemi ngritur të faktorët ndërkombëtar çështjen e dosjeve të cilat janë të klasifikuara në Serbi. Nuk po themi për dosje që nuk dihen, po flasim për dosje që dihen. Dosja e arkivuar nga shteti i Serbisë e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në vitin 2014 është klasifikuar për 30 vjet. Cili është kuptimi i këtij klasifikimi? Përshtypja ime është që nuk ka domethënie tjetër përveç se të sigurohen që personat që kanë qenë atë brigadë të motorizuar ose me kalimin e dekadave nuk do të jenë më të gjallë, ose do të jenë tepër të moshuar. Sepse ata krimet i kanë kryer në pranverën e vitit 1999 dhe 45 vjet më vonë, në vitin 2024, me shumë gjas, shumica e tyre nuk janë të gjallë më. Prandaj ne nuk duhet ta presim vitin 2024, meqense s'mundemi të kthehemi në të kaluarën, duhet që si vjet të hapen ato dosje të arkivuara nga shteti i Serbisë. I njëjti pushtet që është sot në Serbi është i njëjti që i ka klasifikuar. Këto nuk janë klasifikuar para ardhjes në pushtet të presidentit aktual Vučić, por pasi që ai ka ardhur. Dhe të gjithë e dimë që viti 2014 është viti kur ai ishte ministri i mbrojtjes. Pikërisht zyrtari kryesor politik i Serbisë mbi ushtri. Dhe i klasifikoi për 30 vjet. Jo për 3 vjet, as për 10, për 30. Përshtypja ime që të sigurohen që s'do të ketë më dëshmitar. Që kur të hapen ato dosje, të flitet veç se për njerëz që nuk janë më në këtë botë. Andaj është domosdoshme që faktorët ndërkombëtar, siç e ngrisim ne çdo herë në diskutim me ta, çështjen e hapjes së arkivës për brigadën e motorizuar 37 ushtrisë jugoslave, ta bëjnë këtë sa herë që takojnë zyrtarët e Serbisë. A e bëjnë këtë? Nuk e di. Me shumë gjas, jo pak prej tyre e bëjnë, mirë po rezultate nuk ka. Ne do të themi një gjë që këto nuk janë përpjekjet e para dhe të fundit që janë bërë në këtë zonë. Pra, përpjekje të tilla për të hulumtuar, për të gjetur varreza, qoftë individuale apo varre kolektive apo masive, janë bërë që nga fillimi i këtij vitit, natyrisht janë bërë edhe viteve tjera, por për fat keq këto kanë rezultuar pa gjetje konkrete, pra me rezultate negative. Fal për kushtimit të institucioneve tona, në radhë të parë fal për kushtimit të segmentit të sigurisë, respektivisht të njësisë së policisë për hulumtimin e personave të zhdukur. Këto përpjekje në muajin gusht kanë rezultuar me gjetje konkrete.
Pra, kemi 3 lokacione të varë masive të konfirmuara, siç e theksuam, numri minimal individëve të personave të zhvarrosur, ose mbetje mërtore që përfaqësojnë më saktësisht 23 persona, dhe diku 4 javë punë në teren, pra nga data 27 korrekt kur realisht është konfirmu ekzistimi i varrit masiv në këtë zonë. Në kuadër të angazhimit të vazhdueshëm institucional për ndryshimin e fatit dhe vendodhjes së personave të zhdukur me forcë gjatë luftës në Kosovë, siç e theksuam gjatë muajve të fundit është intensifikuar puna hetimore, operacionale në terenës operative dhe mjekurigjore në zonën e Zovin Potokut. Angazhimi është fokusuar në rastet e personave të zhdukur me forcë nga kjo zonë ose që për herë të fundit janë parë në këtë zonë. Më saktësisht përfshi rastin e njohur si grupi intelektualëve, pra 23 bashkëtarë tanë, kryesisht nga komuna Mitrovicës dhe Skënderajt, cilët në rrugtimin e tyre nga fshati Kotor i komunës Skënderajt në drejtim të Malit Zi, janë rrëmbyer të zhdukur në mes të fshatrave drejt Kalludër dhe Jabuk, diku me 19 prill, nga forcat ushtarake të ish-ushtrisë jugoslave. E po ashtu, edhe në rastin e familjes Isufi Feka, 4 anëtarë të cilës ishin rrëmbyer të zhdukur me 20 prill 1999, opse në disa shënime mund të jetë data 18 prill, kur është data që kanë dalë për herë të fundit nga shtëpitë e tyre në fshatrat Koshtov, Çabër të komunës së Zovin Potokut, megjithatë, sipas dëshmitarëve, të janë rrëmbyer të zhdukur me 20 prill të vitit 1999 në fshatin Jabuk të komunës së Zovin Potokut.